Partia Demokratike e Kosovës nuk e mbështet këtë propozim. Ne dim dhe e kuptojmë rëndësinë e buxhetit, mirë po ne dje e kemi argumentu dhe dëshmu vullnetin tonë dhe gatishmërinë për të kontribuar që shteti të mos bllokohet, duke e mbështetur propozimin për vazhdimin për muajin mars. Andaj sot ne nuk e mbështesim këtë propozim dhe kërkojmë, e kuptojmë rëndësinë, e kuptojmë që dhe jemi tolerant tek pjesa që mos të ketë proces të rregullt, të ketë procedurë të përshpejtuara, mirë po duke patur parasysh se nevojitet kohë, minimumi kërkojmë një afat optimal që për neve konsiderojmë minimumi që është 3 ditë, në mënyrë që edhe deputetët e pozitës, edhe deputetët e opozitës të kenë mundësi ta shohin materialin, ta analizojnë duke patur parasysh se është një dokument voluminoz me rreth 700 faqe dhe po flosëm për projekt ligjin më të rëndësishëm të vendit për buxhetin. Faleminderit shumë. Faleminderit zonja kryetare, dashur kolegë deputet, në mirë kuptimin e madh për rëndësinë e ligjit buxhetit, pajtohemi se është ligj i rëndësishëm, me siguri më i rëndësishëm që qeveria mund ta ketë. Dhe sepse është i rëndësishëm, nuk mund ta pranojmë në fakt që brenda 3 orëve trajtojmë një buxhet jetësor të Republikës Kosovës. Nuk është serioze, lutem. E dini që është serioze, para që kohë sa arritëm të lexojmë, ky ligj i buxhetit që na keni sjellë se reflekton as këtë qeveri këto. A dini që 4 ministri ose 5 nuk kanë buxhet për veti? Pra s'po flasim për ato zotimet e pardjeshme që do të gjumë këtu se do të bëhet kjo ajo që s'janë fare në buxhet. Por 4 ministra këtu se kanë buxhetin fare këtu të parashikuar. Prandaj lutem, bëhemi më serioz. Dhe në këtë terma të seriozitetit lartë, merrni këtë dokument. Jepeni kohë 3-4 ditë deputetëve ta lexojnë, ta shohin, përshtateni me kabinetin e ju fillimisht, përshtateni edhe me komunat e Kosovës, mos harrojmë Prishtina ka të aprovuar buxhetin tash e sa javë ju se keni buxhet fare këtu. E më pas hajdeni në kuvend dhe sikurse çështjet e marrëveshjeve i diskutojmë dhe të buxhetit. Dhe padyshim, është shumë e rëndësishme me qenë edhe zoti i shtëpisë këtu, kryeministri i Kosovës. Nuk ka ligj më të rëndësishëm. Le të vjen ta prezantojmë, ta debatojmë si deputet kuvendit Kosovës. Ju lutem për seriozitet, mos e merrni ndryshe, merrni si seriozitet, si praktik minimaliste, demokratike dhe për të mirën e këtyre ministrave. 4 ose 5 ministra çdo tash me dal këtu me thonë falni se ky buxhet s'bën. Se kanë parapon buxhetin për ministrinë teme. Ku me shku në zyre një ministër kur se ka buxhetin për ministrinë e vet. Prandaj ju kërkoj mirëkuptim dhe natyrisht nëse s'kemi mirëkuptim nuk do të votojmë për në këtë drejtim. Ju faleminderit. Faleminderit. Prishtina e ka miratu që 6 ditë. Jo që disa javë, vetëm për ta sqaruar. Janë 4 argumente të cilat pashmangshëm na detyrojnë si kuvendi i Republikës Kosovës mos me miratu këtë shmangje dhe mos me debatu sot projekt buxhetin e vitit 2026. E para, çka bën në mbledhje? Dje votum vazhdimin e ndarjes buxhetore mund këtë kuvend. Pra në aspektin funksional të shtetit të Kosovës, nuk ka asnjë nguti. Unë e shiqova tek vefaqja e Ministrisë së Financave. Një janar u hi pak bërq në shkurt, mundet me hi edhe në shkurt pak tek marsi, që kjo është i vetmi dëm. Ndërsa e din çfarë dëmi po na bëhet neve, pra në aspektin e afateve kohore, deputet nderuar, nuk ka asnjë urgjencë për shkak se ne dje kemi miratu vazhdimin e ndarjes buxhetore për funksionimin e shtetit Republikës Kosovës. Ky është argumenti i parë. Synimi ka qenë që të jetë një buxhet emergjent, vetëm sa ta kemi një urë lidhse deri në miratimin e një buxheti të rishikuar më së largu në muajin që vjen. Pra ne sa po të kemi një konfirmim të këtij ligji për buxhet, do të fillojmë procesin e rishikimit të buxhetit, të cilin do ta sillim para juve në kuvend.